Për shembull, isha zënë me Xhibanin, u pajtova me Xhibanin, u zura me Viserlon. Ja, këto janë të papritur të jetës. Tani na tregon si u pajtove me Xhibanin dhe pse u zure me Viserlon. Tash i fjalë për fjalë, s'mund ta them se fjalë për fjalë është shumë e rëndë, po. Okej. Por që domethënë ja, komunikuam ashtu midis si midis meshkujve po themi dhe ishin të dy të piscina, dy me 40 hequr, dy shkuan bajk me bajk. Në komunikime sipër fluturuan disa komplimenta të thella. Pra temenai thon turqit, Edhe po që qeshke bukur ti. Edhe u kënaqem shumë domethënë, po pjesa më e bukur aty e di kush ishte? Kur vinte lei. Kisha shumë Si e ka Jozi kur e fjala këngën tani do ndrohet, është lei kur e fjala. Disa e përkdhelur jam ndier shumë e përkdhelur aty, shumë nuk e di. Ka qenë më dëshiruar nga Nedin beqar. Ama ma thot tash se s'ka ndonjë gjë. Jo, po jeni sjell shumë mirë. Po normale, ne si mi kafsh. Nga beqar jo vetëm. Jeni sjell shumë Keni mirë. mbytur me komplimente. Tani me Xhibanin si u pajtove? Ç'a ndodhi? Ishim buzdetit. Po, dorë për dorë. Po frym të herë. Pa. Ulëm të rëra. Dhe bot një kala. Po flisnim. Dhe bot një kala. Domethënë Xhibani është ai djali i mirë, po pak i nxituar Klajt ndonjëherë? Pak i Po nxituar. jam të gjithë gabojmë ndonjëherë, domethënë nuk ka lidhje. Nxitohemi shpesh herë apo ndonjëherë themi ndonjë fjalë që s'do ta themi e këtej me radhë. Për mua dhe për shumë prej nesh po themi, besoj që ka mbaruar Bigu dhe pse s'ka mbaroi kurrë. Sepse Bigu është një eksperiencë e cila nuk harrohet kollaj. Por çfarë ndodhi brenda? Nëse e vazhdojmë ndaj jashtë, pastaj nuk ka sens, nuk bën sens, ose ne mund ta vazhdojmë ndaj jashtë, për shembull, po që nuk merr më kuptim. S'ka kuptim, se kështu që e lat kaluar më pas kështu që me e pak lam fjalë. aty pas, sepse kemi edhe një pikë bashkuese ne me Xhibanin. Është lei pra, lei ç'kemi. Sa seriozisht gjona. Se mendoj që do të thotë një gjë tjetër, po që nga lei kur e fjala. Preferencat e njëjta me Xhibanin, pra e kupton kemi. Nuk e di pse mendova Klajti se në fillim kishe qejf kështu këta kaçorelsat se kishe një shkëndi në aeroport me një nga gocat aty që na. Prandaj ke bërë shumë ashtu si kaçorella dhe sot me ëndër. Po pra sa e pyet, prandaj ke bërë kështu ti. Po e vesh do vitë Klajti dhe me kaçorella. Jo, unë në fakt nuk është se kam kështu preferenca të ndara me thik, i pëlqej gjitha. Po ti midis të gjithave ti je më mirë. Hajde Vila. Albaniari. Jonida beqaria unë. Bëjtime tha. Jo, ti. Për shok, sa herë kemi për shok. Ti në rregull je. Ti në rregull je, por do doja të dija tani përveç Turqisë. Jo, priti se jemi akoma në Turqi me Viselëm se u zure. Po e tha pra me fjalorat. Po jo më se tha, shkoj tamam, ç'është që tha tani. Nuk e di faktori mosh apo quando chevo thot italiani. Është tintuar, është ka filluar shumë sherra aty dhe pastaj zbutej, po kur zbutet ai pastaj njerëzit janë akoma të tensionuar, akoma me nerva, akoma na brullin, kështu që Serlo do të ketë pak kujdes. Prindët tan na thoshin gjithmonë që domethënë e ke hak një, domethënë. Ne jemi ai brezi që kemi ngrënë jo shpulla, apo ku diun peca, kokës e gjona, ha? Klajti se jemi kundër zonës Klajti. Jo. Nuk po e promovoj, po them çfarë brezi jemi ne, pra ne kemi dalë si të rreshkarne, domethënë si pëllumb lëshuar, por me thënë drejtën mua nuk më kanë ty jo. Mendoj. Pas ke qenë në fakt. Jo. Unë mbaj mend mësuesen në Berat, mësuesja e fizikës më thynte atë pecin kokë, atë shkopin që botet këtë rasa. E tmerrshme. Pra ky brez jemi ne, domethënë, jo se po dua ta promovoj, po që ka ndonjëherë është e nevojshme për ndonjë person caktuar, o ta futesh në burg, o ta përqafosh. Paska natë serioz me Viselën. Me Viselën besoj serioz. Janë caktuar se kanë ndarë edhe një dëm bashkë, më kupton, kanë qenë një dëm. Po ti fol prandaj që një zën. Jo, edhe prandaj, por jo tamam prandaj. Megjithatë s'ka problem, do rritet, do e kuptoj. Po kur do të se ku si flinit pas. Të ndar. Lej mos dëgjoti. Lej të lutem. Ja ashtu. Njëri me incep, tjetri me incep. Një nga koka, një nga këmbët. Dopja ishte krevatë. Jo, ishim të ndarë, kishim një tjetër mes aty, domethënë, nuk ishte tamam kështu. Tani ta lëm Viserlo në punë të tij, me që nuk e kemi në studio. Vaja con Dios.
Është pak ngacmues, por është i lezetshëm, me thënë të drejtën. Po gusto kjo dynja. I lezetshëm. Unë për shembull pëlqej shumë si e përballon. Varet se si i përballon ngacmimet.